الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. يا طيور الحب غني للحبيب اللي في دمي، ما اقدر اصبر لو ثواني، هذا شيء غصب عني، هذا شيء غصب عني. يا طيور الحب غني للحبيب اللي في دمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allah të ndarshëm musliman, sa ndë biidhnillahi ta'ala dhe të flasim shkaqet e lumturisë në dunja dhe në akhirat, si njeriu të jetë i lumtur në këtë dunja dhe në akhirat, dhe kush është ai njeri i cili është i lumtur. Në realitet, gjithë njerëzit vrapojnë, gjithë njerëzit punajnë, gjithë njerëzit dërtojnë për me kanë të lumtur. Vallahi, ato kush janë të lumtur? A tho është i lumtur ai cili ka bë pallate dhe ka bë kerra? Cili njeri është i lumtur? Dhe cilët janë sebepet të cilët na bajnë që të jena ne të lumtur në dunja dhe në akhirat? Njeri i lumtur është, Allah të ndershëm, ai njeri i cili zemra e tij është mbush plot me frikë ndaj Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Zemra e tij është gjithmonë në kujtesën e Allahu xhallashanuhu wa xhallalu në mbrëmje dhe në mëngjes. I lumtur është ai njeri i cili zemra e tij pushon me përmendjen e Allahut dhul xhelal. Gjuha e tij nuk pushon prej përmendjes të Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Ai është i kënaqur me ibadetet që ja bën Allahu xhallashanuhu wa xhallalu dhe me veprat e mira që çohet dhe i bën për hir të Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. I lumtur është ai njeri i cili rahatot me familjen e vet. I lumtur është ai njeri i cili e fiton pasurinë prej halalit. I lumtur është ai njeri i cili e ka evladin të khairit dhe e ka në rrugën e dinit islam. E ka në rrugën ku është i kënaqur Allahu xhallashanuhu wa xhallalu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ky njeri është i lumtur i cili këtë shkojsh përmendet për hajër. Me ka të folish për ta, vetëm se kujtojnë në cilësi të hajrit ati, dhe nuk ka prej ty që del sherr. Nuk dëgjon prej ati fjalë të këqija, por gjithmonë vallahi dëgjon prej gojës të ati hajr dhe dëgjon prej gojëve të njerëzive duke folë për mirë për atë njeri. I lumtur është ai njeri i cili kur të vjen momentet e fundit të dunjas, ai njeri gjuha e tij nuk pushon prej dhikrit Allahut dhul xhelal. Dhe Allahu xhallashanuhu wa xhallalu është i kënaqur me ta, se ki e ka kënaqur Allahun dhul xhelal. I lumtur është ai njeri i cili në momentin e fundit i vjen shpirtin me adërzu Allahu dhul xhelal dhe zbresën me laqet Allahu dhul xhelal e përgëzojnë me rahmet që Allahu xhallashanuhu e ka fal dhe e kallzojnë e përgëzojnë që Allahu xhallashanuhu wa xhallalu nuk është i hidhruar me ta. Ky njeri është i lumtur. Se vallahi nuk ka mundësi të jetë njeri i lumtur i cili e hidhron Allahun dhul xhelal. Nuk ka mundësi një njeri të jetë i lumtur kur Allahu dhul xhelal është i hidhruar me atë njeri. Çish ti do të jesh i lumtur apo çish do të gëzohesh ti me një person, drejtohesh në darsën vaj të kthen te dera.
Apo çish do të jesh i lumtur ti me një loj kur shkon atje ai treneri jo thot dil për jashtë se nuk je i përgatitur për këto. A je i lumtur? Jo vallahi. E paramendo kur del vjen momenti që ja dërzon shpirtin Allahu xhaleshanu wa xhelalu, vin melek të Allahut dhe thënë, "Dil o shpirt i fllëç se Allah është i dhënuar me ti." Çka kemi thon Allahu dhul xhelal? Kjo është i lumtur? Jo vallahi. I lumtur është ai njeri i cili vjen melek të Allahut e përgëzojnë se Allahu ti ka fal mëkatet, Allahu të ka mëshiru dhe Allahu është i kënaqur me ti. Kjo është lumturi. I lumtur është ai njeri i cili Allah është ndershëm mbaron këtë dunjon me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, me vepra të mira, por fundi i tij është me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. I lumtur është njeri kur shlot në varr dhe i përgjigjet pyetjeve melekëve të Allahut dhul xhelal. Tregon që Allahu ne ka pas Zot dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas pejgamber dhe librin e tij e ka pas Kur'anin, por ashtu si duhet. Subhanallah. Kjo është lumturi. Kjo është kënaqësi dhe i lumtur është ai njeri i cili atë ditë kur dalën kur rinjallën njerëz dhe dalën prej tokës, drejton drejt mahsherit dhe dalën me lekë të Allahut dhul xhelal dhe takon me njerëzit të lumtur. Cilët janë kanë ata njerëz të lumtur? Ja kanë pejgamberët e Allahut, janë kanë sahabët, janë kanë njerëz të mirë, del me to bashkë rinjallësh me to për me dal mahsher për Allahut dhul xhelal dhe dalën me lekë të Allahut dhul xhelal dhe i takojnë dhe ato. Kjo thot është dita të cilët ju ka premtuar Allahu dhul xhelal. Kjo thot është ajo ditë që ju ka premtuar Allahu dhul xhelal. Jeni të gëzut, jeni të lumtur, jeni të kënaqur me Allahun dhul xhelal. Është lumturi kur a ditë njeriu, kur dielli do të bjerë mbi kokat e njerëzve, a ditë ti të thot filan, biri filanit, hinën hijen Allahu dhul xhelal, dhe kur a ditë nuk ka hije tjetër përveç hijes të Allahu dhul xhelal. Kjo është lumturi vëllazën. Kjo është kënaqësi. Nuk është lumturi që shmendon njerëzit, vallahi. Wallahi që shmendon njerëzit se lumturia është në kerr dhe në pasuri, jo vallahi asesi. Por lumturia është vëllaz të ndershëm, njeriu kur të çndrohet dhe kur të hije në xhenetin e Allahut dhul xhelal. Kjo është kënaqësi dhe lumturi. Realiteti i lumturisë është se Allahu dhul xhelal kur don ta bën të lumtur, kur t'ja çel dert e lumturisë me vepra të mira, vallahi që ajo është lumturi. Dhe ku t'ja çel Allahu dert, nuk ka kush që t'ja mshelje. Ku t'janë qelë dhe Allah dherë të lumëturisë dhe të rahatisë dhe të knatësisë në këtë dunja, vëllaj nuk ka kush që mund t'jam shele dherët ati të lumëturisë. Se e para Allah së njeri që të jeti lumëtur normal, kur ta furnizon Allah dhul xhelal me iman. Vëllaj nëse njeri ju e ka zamrën e ti plot të mbushët me iman, nëse njeri ju e njef Allahun e vetë, vëllaj kjo është knatësia ma e madhe dhe lumëturia e madhe. Ne e cekëm e në herët e kalum në një ligjërat që ka thënë njëni prej shkrimtarëve jo musliman, ka thënë tash jam të vërtetu se pse Evropa po shkon në humbje dhe shkatrim, pse nuk e njohën Allahun e vetë. Subhanallah. Po tash e kam kuptu se pse muslimanët janë të lumtur, pse i njohën Allahun xhaleshanu xhelalu. Kur ta njohë njeriu Allahun, kur ti beson Allahut dhul xhelal, kjo është lumturi. Kur ta njohë Allahut, kur ti dihet cilësitë e Allahut dhul xhelal të larta dhe emrat e Allahut të bukur, vallahi ai e din dhe e sheh që Allah është furnizues. Kur të ketë ndaj hall ndaj telashe, e kujtohet që Allah është i fuqishëm dhe të ndihmon. Kur të vjen qasti i vdekjes, nuk mërzites për shkak se e din se Allah është që e merr shpirtin. Subhanallah. Kur Allah të provon dhe nuk t'jep evlat, e kupton se Allah e din mas mirë. Kur ta njohsh Allahun tanë, kur ti dish emrat e Allahut dhe kur ti njohsh cilësitë e Allahut dhul xhelal, atëherë ti rahatosh dhe kjo është lumturi. Kjo është lumturi. Nëse të kap ndaj fatkeqësi, ti bën sabër dhe shpërblesh te Allahu dhul xhelal. Nëse të kap ndaj e mirë, ti e falemëndron Allahun xhaleshanu xhelalu. Kështu është i lumtur besimtari. Kështu njeriu i lumtur dhe kënaqur me Allahun xhaleshanu xhelalu. Por besimtarin, ai cili e njeh Allahun dhul xhelal, kohat dhe situata që ndryshojnë, periudhat që vinë dhe shkojnë, atë nuk e mbërzitin asfar, ai gjithmonë është i lumtur. Pa marrë parasysh çfarë do situati vjen, pse është i lumtur ky njeri, pse është i kënaqur ky njeri, po ndroi ka situatat, po ndroi ka koha, po bof ka pasanik fukara, i fuqishëm dhe i dopt, ai nuk luaj ka rol, për çka? Gjithmonë ai është i lumtur. Pse? Se qëllimi i tij është me mbrin xhenetin e Allahut dhul xhelal.
Kur ta kesh synimin ti me hinë xhenetin Allah dhul xhelal, këto çështje nuk luajnë rol të besimtari, nuk luajnë rol të njerëzit. Pse? Se është i lumtur. A kush mendon se lumturia është në pasuri, vallai ka gabue. Kush mendon se lumturin, knatësin, rahatin ka me gjendë pasuri, ka gabue. Si kurse të ishte pasuria, lumturia dhe knatësia në pasuri, ish knash Karuni, o vllazë të ndershëm. Si kurse të ish knatësia, lumturia në pasuri, ish knash Karuni, se Karuni ka pas pasuri të madhe, burra të fuqishëm bildera, i kanë bajt qelsat e magazinës që i ka pas në altan. Cili prej neshët në rruzin toksor ka njerëzi që janë bën qelsat e magazinës që i ka në altan? A ka dikush së ndonjë? As njën e mba një qelës vogël që ati varë dhe plus doj fqejnë fel se përja gjojnë përja marrin. Karuni si ka fqe se ka pas shumë, e në me desh që ja marrën se nja kanë marrë, se shumë ka pas. Ti shkon lumturia, i shkon i lumtur kush? Karuni. Allah e ka qelë tokën dhe e ka shtim brenda, terin ditën e kiametit, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ai sharron tokë të poshtë. Nuk kush ndal sharron të poshtë tokë terin ditën e kiametit. Çështu ka me bë azap Allahu xhaleshanu wa xhalal. A peshe që lumturia nuk pa akon pasuri? As se lumturia vallahi nuk është pasuri që shmendojnë. Se të kishkon i knaqët, kishkon Walid bin Mughira, ka pas plot djam, ka pas pasuri dhe mall, por prap bronte në herë xhehenemi e ka pritat, subhanallah. Tham që pasuria nuk është që t'ja bërë lumturin. Sa prej njerëzive të pastër i ka shtije pasuria me qajt. Sa prej njerëzive të pasur i ka shtije pasuria që të kenë jetë të vështirë dhe me halë dhe me derte. Sa prej njerëzive të pasur vallahi e kanë shti gruën e vetë me qajt për pasuri. Sa prej njerëzive të pasur e kanë shti e vladin e vetë me qajt për pasuri. Plot vallahi, subhanallah. Dhëm pasuria e shti njeriun vallahi, nuk e shti në udhu bila me mërzit, për vetë se kush e njef Allahun xhaleshanu wa xhalalu. Tregon një hoxh, thot është kon një njeri milionar në Saudin Arabike, milionar. Thot e ka thirr këtë hoxhan që na rrëfen ngjarjen, thot ki hoxha jam, thot dënjer lexoj ke Kur'an, bëj ke rukja. I lajmërohet një person, thot a ka mundësi të vish babës tonë ti lexojsh Kur'an se e kena pa qef. Thot çohet ki hoxha, shkon drejt dhe del dikush prej djemve të këtij milionerit me prit për para në pallat, dhe ai thot kur ka hi atje, ka thonë assalamu alaikum wa rahmatullah, thot e pash në fytyrën e tyre që kishte rahati. U shifshin që kishin ju kishtë donë Allahu xhaleshanu wa xhalalu pasuri. Tha më tha assalamu alaikum, tha o hoq, tha babën tonë e kina të smund. Ne kena dëshirë që babës tonë ti lexojsh Kur'an, rukja si pas shariatit. Tha kështu, tha duke shkuam, tha në pallatin e tyre ku ishin, tha paramendo bukurit dhe të mirat që ja kishtë donë Allahu shifshin në murnat e ndërtesës, pallatit. Qatë që Allahu xhaleshanu. Tha dolën djemë, tha më përshëndetën, u shifshin në fytyrat e tyre që kishin pasuri dhe rahati, dhe i veta për halin dhe smujën e babës të tyre dhe më thanë. Njoni prej tyre tha baba jo nër hoq, është ka pas sulm në mushkni. Por tash është vërtetue pas analizave që kanceri i shpërnda babës në gjak. Ka kancer në gjak. Tha në kanë tregu doktor që baba jo nuk ka menet në këtë dunja shumë pak. Ka me ndru jetë. Por tha prap është kjo gjoj e fqet ndorë të Allah dhul xhelal. Tha shkuam drejt babës të tyre, para se mi ndodën e babës ta më krehi njoni. Prej djemve tha hoq, haru me të kalzu, na fal. Babës tonë se kina kalzu se ka kancer në gjak. Po i kimi thonë pak diçka ndezje ke, 2 sa ditë dhe rahatohesh, dëshndoshës. Kështu tha që e pash babën, hina të ato dhe i tham assalamu alaikum rahmatullah, më marë selamin dhe hina në dhomën, thot qka me e pa dhomë. Thot masha Allah, dhëmë pasuri Allah ju kishë dhonë begati të mirë të madhe. Tha për e shatë njëri në shtrijet në bi 50 vite, i kishë kalu e pak 50 vite. Tha dhe i thash, e shënda që trupi i ti hala ishtë i fuqishëm, u qu dhe më përshëndeti, dhe u ullat e koka e ti, u ullën djemë të vetë o kolla babës,
Tha i shikoj djemë të vetë dhe ju boni me isharet dilni jashtë prej dhomës. Dhe më shelën deran. Tha nejta une, tha me to bashkë. Tha duke nejnë, tha uli kokën të bashkë. Dhe shujti nuk foli. Pas ta i tha e pashta se lotët zunë t'i fillojnë dhe t'i dalën për faqe, t'i rjedhi. Dhe filloj të qaje. Tha kur e sha, po qanë, tha ma boni, morhoq. Morhoq. I tha shka është haljet. Tha hedhi dunja, kjo dunjaja. Tha shpse, qka ka lidhje dunjaja? Qka ka pun me ti dunjaja? Tha për çket dunjon që 30 vite janë të punu me mledh pasuri. Milioner. Teri sa që kjo dunjo më ka angazhu prej namazit. Së më kalon të boj namazin rahat. Se kam fal namazin në ko. Që kjo dunjo. Që kjo dunjo që 30 vite së më kalon të lexoj Kur'an. Që kjo dunjo tha së më kalon të prezentoj në për xhamia, në për vende ku mësohet feja Allahut dhul xhelal. Çdo njoni thot që më këshilloj, kem thënë o filan, ktheu ka ahireti, lene pasurin dhe dunjon, mas kështu. Ta i thosha mune, hajt se bahon. Hajt se bahon. Më thoshe, fale namazin me xhamat. Mba Ramazan na file, lexo Kur'an, edukoj fëmin tuj. Tha unë i thosham, do të mledh pasuri të rinë 60 vite kur t'i baj. Sa vete pat ma eret të cekam? I kish ka përci pak 50. Ploni i ti është konë 60 vite me bon. Ka me mledh para 60 vite. Pas 60 vite, pas tajnë kur t'i bëj 60 vite, dhe dalë penzi. E kur dalë në penzi, pasurin teme, punën teme, ja jap qëtër kujta u dheqe. Dhe une, ka me uratu tër jetën, vetëm ka me i boj badet Allah dhul xhelal. Kështu thot është kom plani jam. Tha kështu tha e hongra jetën teme dhe shkoj koha im. Ja pra tha më sulmoj smuja tash, edhe për çdo ditë për më shtohet smuja dhe nuk më paksohet. Pas ta ja filloj hala me shumë me qajt. Hala ma shumë të qajt. Thash përgëzoh vllav jam. Përgëzoh, mos u mërzit. Se të shfabi idhni la, kje mu shnështi inshallah me lejnë Allah dhul xhelal. Pas ta i ke me adhuru Allah dhul xhelal. Edhe nëse Allah ka bë kadar që ti të vdeq, mos u mërzit, se kretë këna me vdek. Pas ta i pasuria jote ka me cilë dobi në akhirat inshallah që je kelon milioner. Pas ta i djemë tuj nuk të harrojnë ti si bab, se milioner kanë me ndret xhamia që ti shkojë se vapët babës ti, do t'japën fukarave dhe jetimave, kanë me jambush barkin me buk, dhe kanë me ju vesh teshat të mira, që ato mos mërzitën. Ato kanë me dhonë sadaka për ti, dhe kanë me bo dua për ti. Alhamdulillah. Tha filloj për ti, ngrin t'i zonin lartë shumë. Bol, mos vazhdo tani. Subhanallah. Pse? Tha filloj të kaje, tha si kur një fmi i vogël. Si kur fmi, tha filloj me i katë. Tha e për cilë ke fjallën. Gjem, fmija do japën sadaka për mu. Fmija do japën sadaka për ti. Fmija kanë me dhonë sadaka. Fmija kanë me ndret xhamia. Fmija, tha, pas taj mu dretu, ti si di sa të flish janë të djemë të mi. Ti tha nuk i di sa të poshtër janë djemë të mi. Dhe shpse, për çka janë poshtër djemë tuj? Tha këto djemë të mi, a pe ishe, kejto kolla mri, kurse më duhen më shumë. Më kalzojnë kurse shumë babën e dojnë. I rimu kolla gjithë babës. To tha, së është për një me. Tha pranë, tha ishin këtë djemë të unë më ledhet. Këto. Tha dhënejtën shumë, dhe tha do është ta unë që të dalën për jashtë. Tha dhe u bona kurse finë. Qëlla, plaki, tha ti pravojt jemë, sa e të ndobër, a për një me mërzitën, apo qka? Tha u bona dhe kurse flej, tha i kam shelsit edhe zuna me krahat pak. Po krahati, ato thanë, tash e zu baba të gjumi pismunjes. Edhe unë tha për rrisim shelë dhe krahati, ato thanë bas disa dakikave janë nisën me fol. Qka folin? Calli prej njerëz si kanë me ndojt pasurin e babës, milionat. Baba për i njën shtaj djemë qka folin. A i bodë kurse vlen.
Tha krejtën gjahila s'di se si ndat pasuria pas vdekjes. Tha dhe zunë për landër me zveti. Ku? Tha e kam një zgratë madhe me një vend në center. Kush ka me marrë qatë zgratën e madhe? Tha unë, tha po shuj dhe jam tha të ngue se qka bajnë dhe i pash që fëmin të mi. As njoni nuk ishin dert për mund, për e kishin dert se si kanë mendojt pasurin dhe cili ka me marrë zgradër më të mirë. Dhe pastaj tha filloj qaje shumë ki njeri. Dhe tëri sa dola tha prej aty, tha edhe lexova ajetin ma aghna anni malje, heleke anni sultanje. Se pasuria ime, as pak nuk më sjellë më dobi. As pak, s'po sjellë dobi, nuk sjellë ditën e kiametit. As fuqia ime dhe shpjegimet për mbrojtjen teme, as ato nuk i kanë shku krejt, s'kam kur një sen. A kje nëj fuqi nëj sen? A kje nëj sen për Allah dhul gjelal? A është kjo lumëturi? Vallaj miliona kam ledh, mbrëm të nërë në dyshekin e vdekjes, qanë se djemë të vetë nuk e dun baban si bab, për e dun për interes se cili ka me marë pasurin ma shumë. Subhanallah. Që kjo nuk është lumëturi, Allah së të ndërshëm. A peshe se lumëturia për e shtika njerin me qajt? A peshe që pasuria? A peshe që lumëturia nuk kona mledhin e pasuris? Lumëturia është me e knaqë Allahu Gjeleshanu hu Gjelalu dhe zemra me kam plot iman. Tregon Hoxha Shënkiti rahimullah, thot që baba jem ka kallzue se ka koni njeri pasanik. Allah i ka dhon pasuri shumë dhe i ka dhon rizk shumë. Thot për njerëzive një kothat u vështërsu halli. Do thon, dhe njerë hupën malli, fukarallaki, ngrijen shmimet, thot edhe njoni prej këtive blejti shumë ushqim. Dhe kur ka mita njeri dhe erdh njoni dhe i tha, ej, shmimi ka hip. Shmimi ka hip, ke ka ble lirë. Thot, çka ban? Kur i tha shmimi ka hip, shumë herë ma shumë se kjo, tha, ramba i fletuarën i vdekët, piskeqit. Vdyq, u qudita, njeri me vdek, se mi ka zucena që kanë hip? Po, vallahi, subhanallah. Tha, njëherë pas një kohë tjetër, tha Allahu Gjellëshanu e Gjellëshanu, tha, ndroj jetë, du thëmë jeta, dunjoja, dhe i tha Allahu Gjellëshanu, ki që ka po një bleti shumë malë. A i keni po këto biznismen që din me bohile. Kur e morën vesh që dëhupje zajtini apo sheqeri, shkojnë ku janë biznismenat që ja pagun kete morën shtin magazina. A ka kështë biznismena? A keni nija jo? E mledhen ketë, të na kur të hupjen pazar sheqeri, a je hip çmimin 5 miljard. Kjo s'lejohet shëriat. Se s'ka kërkun paqarët i keme mledh. E ke njeri ka mledh shumë, të la, da fa, ka lujt biznisjen që kofen, ka shtina njonin dzez, ka racena shumë. Kje ka mledh shtrenjë, thonë, ej, kishra e tap vdes në vend. Pist keqit. Hupi, shkoj pasuria. A peshe që pasuria nuk kona gjonë që je bën një të lumëtur. Lumëturi është me knaqë Allahun Gjeleshanu hu Gjelalu, me njoftë Allahun dhul Gjelal, me ullë kokën tonë në sejgje për Allahun Gjeleshanu hu Gjelalu. Gjoj çuditshme është njeri me vdek, pse hipën malli dhe pse zripën. A pe shifni? A që kjo është lumëturi? Wallahi, thot një poet, nuk e shoh që lumturia është në tubimin e pasurisë, por lumturia është njeri i cili është i devotshëm dhe ka frikë Allahut xhaleshanu wa xhelalu. A keni pa ndonjëherë ndaj fukara? Fukara, gjithë me pa, vjeran, një kundër me toja, një nën pa toja. Si e trëm para 10 viteve natë që ja ka dhënë dikush. Në pantollët jënë shkoq, jo prej modës, s'ka. Nuk ka vallahi. Amon kur ta shof ta veç çka i ke hallët. Elhamdulillah pi Allahit. Pi njerëzive shëndash. Subhanallah. Kjo është lumturi vallahi billahi. Ndoshta dikant e sheh me të mirat që ja ka dhënë Allahu, kur ta vetish çka i ke hallët, hiç nuk bojnë hoxha. Së nimi të rahatue. Së nuk knaqëm. Subhanallah. Është e vërtet? E vërtet është vallahi. Thot çudit është i subhanallah. Dikujt Allah dhul Gjelali ka dhënë takat, e fuqi, e trimni, e krejt. Kur ta shosh, kur ta veti sar, kohët dhe ankohët. Smuj, si na mirë. Në një është sa ka në kolic, në kolica, që i ka dhëtë, elhamdulillah. Baj që jetë si me dhe të shumë mirë është. Wallahi subhanallah. E shishëm një insert, një person i paralizut, subhanallah, në dyshek. E veçin qka është knacia jote me amat, dhe ke vetëm nëherë që na t'i bëjsesh dhe Allahot. Subhanallah. Kjo është lumturi vallahi. I shtrin dyshek, thot vetëm nëherë që na t'i bëjsesh dhe Allahot dhul Gjelal.
Aso që kjo lumturi? Aso që kjo knatësi? Wallahi, Allah zë të ndershëm. Shumë njerëzin e shifna që s'janë me shëndet mirë, por e falemendrojnë Allahun dhul xhelal. Janë të lumtur dhe ju duket se janë njerëz më të rahatshëm rrullzin toksor. A dikush që Allah xhashan ja ka dhënë gjithë mirat, nëse e shikon, ai do ta shoh subhanallahu, çish i ka hallët, ai kur çish thot si kam hallët. Ne'udhu billah, Allah i na ruaj. Lumturia Allah të ndershëm është me kënaqë Allahun dhul xhelal. Prej shkaqeve të lumturisë është e para është njeriu me udhëzu, me ju kthi Allahu dhul xhelal dhe me bot tobe te Allahu dhul xhelal. Njeri nëse do të jetë i lumtur, u takova një person, më tregoi disa probleme të mëdha. Thash vllavi dashur jam. Nëse doni më uratu, nëse doni më uqetësu, nëse doni në familje të keni rahati dhe knatësi, wallahi bëni tobe, ktheni te Allahu dhul xhelal, ulni kokën tuaj sejdë për Allah, jepni sadaka, jepni zakatin, vëni hijabin, në shtrojni Allah, wallahi brenda mujit keni me pa që keni me gjet rahati. 13 vite azab mu bo, kjo është prej mëkateve dhe gjunaheve, wallahi. Njeri kur pendohet te Allahu, kur kthehet te Allah, Allahu ja çel deri te rahatis. Allahu ja çel deri te rahatis. Subhanallah. Është fatkeqësi, a thu vallë lumturi i thot njeriu për çdo ditë mu përla me gruan e vet? A kjo është lumturi? Për çdo ditë mu përla me gruan e vet? Kjo është lumturi? Për një kafe, për një çaj që s'u ka bë, kjo është lumturi? Për çdo ditë mu urra me djalin tënd, kjo është lumturi? Me uqu me ranonën, kjo është lumturi? Wallahi nuk është lumturi kjo. Wallahi kjo nuk është kënaqësi. Mos më kënaqsh me gruan tënde, mos më urrahatu me fëmijët e tuaj. Kjo është wallahi fatkeqësi e madhe. Kjo është azab, s'o lumturi. S'o kënaqësi. A kur njeriu udhëzohet në dinin islam, çish duhet komplet, bën tobe te Allahu dhul xhelal, Allahu ja fal mëkatet dhe jep rahati dhe kënaqësi në shtëpinë e tyre. Sa Allahu xhaleshan thot Kur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil-islam." Këndon Allahu xhaleshan hu xhalal që ta udhzon, ati ja hap gjoksin Allahu xhaleshan për islam. Ja hap gjoksin, gjon rahati dhe kënaqësi. Çish kur ti nështrosh Allahu xhaleshan hu xhalalu. Islami, tobja, kthimi në dinin e Allahut komplet ashtu si duhet, vallahi është kënaqësi. A përgjithësi njerëzit sot duan lumturi dhe kënaqësi. Tregon njëri për ngjarjen e Sulejmanit me gruan e vet të ndarshme, e cila ka dhuruar Allahu dhul xhelal, thot Sulejmani, thot gjithmonë kur do i ket kënaqet, te ne çish mu kënaq? A di çish kënaqen te ne trit? E marrën limuzinën, apo nëse e kanë me shibere, çelin shiberin, a kupton? E shlën muzikën sa e kanë kupqillit dhe dalën bëjnë kruka në për çashtu? Ha? Edhe bën vaki e ngrenë rrushnën, në vend të kthejnë rabën. Se shkel na i kanë, se jam shon kërë, nuk mërzitet. A thonë kështu? Shumë mendojnë. Apo çka? Hajtë të dalë në sonde matonurës, ka shke. A di, mendojnë se çkjollëm me hup pakon dhe me u knaq. Apo atrit shumë. A thonë, kështu është, ha? Do të thonë, kështu mendojnë ato. E Sulejmani është konjopi atinve. Kur ka dosh të noqët, i ka hi probës dhe ka shku në për qendra tregtare me ngucë në i kantë. Me sfirat në i kujtë, me blindirat në i kujtë. A këtanë? Por thotë, sidomos thotë, kur e shlojke radijen, e ngojke një këngëtare të arabëve, tha shumë, tha u tranovke në basë kësaj. E sidomos thotë, kur i vinke fjala, oj zemra eme, mosën vetë për dëshiren të eme. A këtanë? O zemra eme, mosën vetë për dëshiren të eme. Ku është kënaqësia eme? Kërkon hiç, në muzikë, kërkon vallaj. E kështu dhëtë që kur e ngoj këta, edhe i ke gaz dhe fluturoj, ke mbroj ke në hava, pa kur njëse hiç rezultat. Hiç aman. Por thot këtë rënd kur pa dal, tha nuk ishte si për para. Hecke me kërë dhe shikojke, i shifke të djerëzit të ri, thot si kur sfillimi martesës. Nuk ishtë dorë sot për tjetër shka. Por i shikoj këtë thëke, po më duket se për një me qëto të rritë, si të martesës e jefte. A thu valë, po më duken kona shumë të qetë këto. Shumë të rahatshëm. A thu valë janë të lumtur, këto shta janë të ukna, qashtu po duket? Po duket se janë të lumtur, kishte me mendën e vetë. Hecën me ra, edhe po i qëllon ata. Dhe i shkojnë mend, tha, pse s'martoha në une? Vallaj, po më duket se janë të lumtur këto. Për çka unë mos me gjetë një nusët hajrit? Kështu që u kthie thot pasi që kam impunë, kam gjetë punën e mirë, jam rahatue, marr rrok, shtash mo veç me gjetë një nuse, edhe me u rahatue. Kthehet në shtëpi, kush kthehet në shtëpi? Tha, e fkat nonën se zoti kur të ken problem dash ca na gjem shkën te baba sa i. Nda Allah ta kupton.
Spajtën shumë, shkojnë të nona. Këtë problemet i ha nona, këtë iftimet nona. Tëra nonës piti saki 200. Po i hipën 200, sa hajde caca e du një gjallë. Qysh me i thëmë babës, ku gjim që ka gjetë? Hajde djalli e du një cac, asaj shtipja nërë të naltë, nërë të pashtë. Baba që ka nona, kur kush di ka lëzanë, pse esi se lën rahat. Vjen, i e notë, thot, oj nonë du t'i shka me të folë, ha? Thot, kanë vendos të martohen. Alhamdulillah, djalja, shiqir pri Allah, por të farë kushte me nonën da. E do 65 kg, e do 1,70 cm, apo i do fluk të kuqa, atë bardha, si të mafi, si të jeshil, po, që ashtu shte këto të rritë. Se ku pishon atë në televizor, ato filma spanjol, dhe ato me mjeta, pa me mjeta, ku e diqka, ato 30 sa tu i shminkat për një film, për 5 dakika me dala taj, edhe ki me ndonë se kejtë gratë qështa janë. Krejtë me ndonë se qështa ka me gjithë. Subhanallah. Thot qëfar kërkon me nonën, thot nonë, pika kryesore që e du gruan teme të ketë din. Iman. Subhanallah. Dalet nona e këshirë. Allah, Sulejmoni nonës. Djali jam, po e kërkon nusën me iman. Ama herët, kur i thëjke nona vetë, o Sulejman, o biri nonës, në këto dit nona duhet gruja me pas iman. Din. Tha e ngojke nonën e vetë, por qysh e ngojke? Se thëjke biri nonës, nëse gruja, vajza, nuk i frigët Allahut, s'ka hajrë pja saj. Tha Sulejmani thëke, po, nona, po, edhi, vish mësë një thote nonës, ja me qetë, nuk e kuptoj këtë qka do me thonë, me pas femna din, iman. Thëke, po, vish mësë që aprishe qefi nonës, e lujke krien, oni, s'ka dërt, aman, fol, taj, akutan, bluj, s'o problem. Por sot, subhanallah, kërkon vajzë të cila ka din. Po ndron djali vetë, subhanallah. Pas disa ditëve nisin me kërku nuse, e dini se nuk vallaj me gjithë nuse, sa? Tash vallaj problem, tash të të rrit, Allah në rujt. Dhe shikoni cila ka iman dhe din. Iman dhe din. Nëse një ka këto, vallaj keme u përlajt për dit pas taj. Dhe vish dankosh të ogja. Vallaj po dankosh të ogja të na, qka të baj? Do thot subhanallah, thot e gjetëm pas disa muje, thot një gru, do thot një vajz e cila vjen dhe i thot, o Sulejman, nona e ka gjet një nusë, subhanallah. Qka thot e shte ka kri fakultetin? Thot, da vet po bon fakultet ajo? Plus kum lidhen grat, ajo pa fol për din nuk ka qare. Lenet sa të birinonës, thot, por ishte mrekullin bukuri. Thot, alhamdulillah, shirkit mire, e lipi dinin, Allah ja dhe ene da vet gjie, edhe qka? Edhe bukurin. Shika, subhanallah. Por Sulejmoni nuk ishte prej djemve që, do thom, i gjujtët ketë makate, por nuk ishte në bash pitlamve. E këtan. Normal. Thot, kur të folke për duhanin, se pike duhanin, thot. Kur të folke me njerëzit këshi, tha srike shumë me të këshi, ama një latë, ja, a këtan. Të ne thonë sharkulli, dhe thom, e në aton, e në këton. Por, alhamdulillah, do thom, ka dash Allah Gjeleshanu e Gjelalu, martohet dhe hinë dhe ndër, dhe më ndonë se tash është rahatu. Por Sulejmani, kur si shmëcau dikush me prek në saba, thot ishtë tajt gjumit vëlla rahat, se ka po dërë që dhëtë me ungrejnë saba, me falë sabajnë, me dalë gjami, pa prit, thot dikush e pret një dorë e but, e pret në shpatla. Dhe i thot Sulejman, a i thot, Sulejman, që se e zoni sabajt ka fkat, ku belaja, pisot, a kuptat. Thot që se s'ka shumë pa ka fkat namazë sabajt. Kush? Gruja e ndershme, vëllaz të ndershëm. Gruja që ka din. Sulejmoni thot, ku pisot belaja me më qupin sabah herët. Thot po, qish, ja nisin të lashët. Thot mbare pi gruës, pi ditën e parki, thot su falka. Thot qupi marës pi turpit, mora abdes, i lojt i sit dhe, po del namazin e sabajt në gjami, në shpi. Në gjami me dal me fal sabajin. Thot dhe del, thot në gjami, nuk ishte të që se linke namaz, a e prajt këtu dal del, ja kuptan. Qa derë dhe e falkas, nuk ishte se linke, thot. Tha dhe shkon, thot, për kur del në gjami në rrug, e she një tjetësi, një rahati, që ditët Sulejmoni. Thot, Allah, ku pa ham kon unë? 100 pi që thot më vishin krije. Subhanallah, po kjo më pa kon knacibe? Unë e pa ham kon gjumë si ashabul kefi, si kur ato të shpjellës që kanë vetë 309 vjetë. Thot, unë e s'pa ham kon kërkon. S'pa ham ditu në qka është dunjoja. Subhanallah, këthet në shtëpin e vetë, qojnë bashkjetë të lumëtërve bashkëshortën e vetë. Një natë prej natëve, hinë gruja në shpi, kur e kështë Sulejmonin duke këshirë televizor, veç i ndronë kanalët.
Tra. A keni pa vllazë të ndershëm, Allah na rujt. Nuk ka mundësi njeri të shpëtoje nëse e merr digitranin e satelitit. Nuk ka mundësi se disa besimtar me kanë, se disa muslimani fort me kanë, nëse e merr dhe e vërtajtën atë puste satelit ka 200 kanale, para na i kund që i ka shërë nuk ka qare. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. E aj duke i në shoqja dhe e shet Sulejman duke përcjell një program, jo në regull. Dhe gruja mençme dhe besimtare e ndalë dhe shej i afrohet nga të. Sulejman, çka je tu ba? Sulejman, ne jena musliman, vallaj s'kena nevoj për satelit. Me metodën e saj të mençme, me metodë të but dhe tërhecje, e mbin burin e vetë që ta heke satelitin prej shtëpisë, subhanallah. Dhe hek, dalë me një qytet tjetër, punon punë e kështu me radhë, donë Allahu xhaleshon që çka njeri, Allah së të ndershëm bahat imam në atë vendi ku punon. Dhe e quajnë Ebu Ibrahim, pastaj e mërtoj. Imam i xhamis. Kjo është lumturi, subhanallah. Kjo është knaci. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që gruaja martohet për 4 gjona. Për din, pasuri, bukuri, brez. Edhe pejgamberi çka ka thonë? Zgjedh një atë që ka din. A peshe Sulejmanit? Allahu ja ka mundsu gruan e khairit dhe kjo është udhëzue. Namazën xhamimi fal, jo te shtëpia, në pijama, ma shpejt, a kupton? Të rinjoni dhe hoxha bon ma i cpa krasën vajnë bërzien e të veshna. Para me ndo, subhanallah. Do të thot, subhanallah, kjo është knaci dhe lumturi kur njeriu knaqet me ibadetin Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu. Nuk është lumturi dhe knaci për ditë mu përlajt me gruan për një çaj, pse ma i let, ma i ron. A ke botaze para akşamit ambasjacije? Po, këse probleme. Ja fillojmë për një çaj, i ron dhe i let. Kjo nuk është problemi i çaj. Jo vallaj, problemi është i gjunahave. So problemi i çajit. Belaja nuk vjen pse çaj i ron apo i let. Belaja vjen pse ti ke bo mëkat Allah xhaleshanu xhalla xhelalu. Allahu s'len rahat. Subhanallah. Lutem Allahun dhul xhelal që Allah t'i bëjë gjithë musliman të lumtur, shtëpiat e muslimanëve të jenë të lumtur dhe kënaqësi dhe rahati dhe lumturi të kenë. E dita është prej sebepeve që na bën që jena të lumtur në dunjë dhe në ahiret, është sjellja e mirë me prindrit. Sjellja e mirë me prindrit. Sot për fat keq 99% a muj me thonë në mjavo pik 99% kanë probleme me prindrit. Nuk sjellen mirë me prindrit. Nuk i respektojnë prindrit e vetë. Për shembull, i thot baba kur nisën me fol, më me biri babës se dunjoja ç'është, thot bab, nuk ka vakti jo, s'ditaj hala. Baba thon, si mor bir s'di, a dit punojsh ti tish në internet? Jo ai zuan me kopazua, jo s'di, a peshes s'di. A dit punojsh me telefon? Jo s'di, a peshes s'di. Subhanallah. Apo? Peshe sillen keq me prindrit. Nuk sillen mirë. E nëse don me koni lumtur, sillu mirë me prindrit. Nëse ti sillesh mirë me prindrit, e kënaq babën dhe nonën, Allahu kënaqet me ti. Kur të kënaqet Allahu me ti, Allahu t'jep lumturi dhe rahati. Kur Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu të kënaqet me ti, pse se baba dhe nona nerti ngronin 2 eurot nga qielli, o Allah, kur mos jep evladit tam sharr, a pak duket? O Allah, kur evladin të mos provo? A dini se duaja e babës dhe nonës nuk kthehet prapë për evladin? A peshe? A peshe shfar rahati dhe lumturike? A nëse nona të bën dua kundër teje, apo baba dije se ka mundësi e thënë qafën, Në udhë bila, Allah në rojt, bën dua kundër teje, kur hajrin se nja shofsh? A keni pa do njerëzi janë dajt prej babës dhe nonës, parazin e babës, parazin e nonës. Janë izno për interesat e dunjojës, po foli për dinë për iman. Për interesat e dunjojës, shifa a mund ngren kokë ato. Kur njerëz kanë kokë ngren. Gjithmonë kanë telashe dhe probleme. A pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e kanë vetë pejgamberin alayhi salatu wasalam, cila punë është më e dashur te Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu, çka ka thënë pejgamberi as-salatu ala waqtiha, namazin me fal në kohën. Kultu. Pastaj cila është ja Rasulullah? Qale birrul walidain, mos sjell mirë me prindrit, me respektu prindrit. Pastaj cila është ja Rasulullah? Qale al jihadu fi sabilillah, me bë jihad në rrugën e Allahut xhaleshanu xhalla xhelalu. Do me mbrojt dinin Allahu dhul xhelal, me pasurinë tënde, me gjakun tënd, me gjithë. Do thonë kjo do të me para është me fal namazin kohën e vet. Çish i kam thënë Sulejman, Sulejman, ku bela jam zon. Do thonë se
çoh namaz që ajo kënaqësia më e madhe. E dyta cila me I respekto prindrit. E treta çka me bë xhihad në rrugën e Allahut dhul xhelal. Jo xhihad, do them xhihad me pushk, jo xhihad me mohabet, a kupton? Se normal xhihadi kur ti na ndat shumë pjesë, por qëllimi këtu është xhihadi me shpatë. Kështu të thotë që ti nëse don me kënaqë Allahun xhaleshanuhu xhalal, ti je I lumtur, atëherë sillu mirë me prindrit tuaj. Nuk ndal në shumë këtu se kena fol shumë herë për prindrit. E treta, nëse don me koni lumtur në dunja të kesh evladin e hajrit. Evladin e mirë që ka frikë Allahut dhul xhelal. Çish? Najherë baba si baba harron Allahun dhul xhelal. Ka disa prindri nuk falen. Gjali zemu fal. Gjali zemu fal. Ti ka ti kështu ke nis, pe kur unë baba kur që vash ti ke me të falësh. Subhanallah. Ja nis me vërtet djalit pse falet, subhanallah. E çuditshme. Dikush derisa ka ardhur ka kallëzue, thot kam shkruajt djalit tim se ka zon të luhet. Pse? Thot vetëm Kur'an lexon në shkon xhami. Ka shku me shkruajt të do gra se djali ju ka lut, po ka nis me fal namazin në rregull. A pesha? E nëse ke vladin e hajrit, ta kujton Allahun dhul xhelal. O babën e ti duhet falës, o babën e ti, mos lop mirë. Jo ti s'di ç'kështu, ti ç'jo, o bab duhet më fal, o bab duhet më adhuru Allah, ka dobi. Edhe nëse është ti që ke dobi dhe falësh, atëherë djali I mirë është çka që ta kujton Allahun dhul xhelal. Ta përmend Allahun, për shembull kur tunxhe djali më thon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah, baba që tu kshir televizor, e shin minjar trapën a janë subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. Jen marrë prej kujt? Prej djalit, apo? Edhe nëse jep që kujton Allahun dhul xhelal, është djali të ban që t'jesh I fuqishëm në ibadetin Allahut dhul xhelal. Për shembull ka për punë I lodhët. O baba, dal në xhami sonde, jam lodh me babën, ani be babs inshallah, është problem më madh. Hajde çu po dalna. Si Omer bin Abdulazizi me djalin e vet. Kur ka dalë u ka lodh Omer bin Abdulazizi ka ardhur me pushu, me flet pak, me pushu. Kur ka thënë ka të shkëti po bab, ka thonë çet pushoj pak. Çish morë kemi pushuar. Ummeti Muhamedi alayhi presën që ti gjikosh mesin atyre. Ty kera me flet, çka kemi thënë Allahu ditë s'kemë. U ka shumë mirë Omeri radhiyallahu anhu, Omer bin Abdulazizi me ju ndihmu njerëzve. A pse vlladi mirë? A pse ta kujton Allahun xhaleshanuhu xhalal. Do mjesën e disa pika të shumta, por mendoj që koha është do ta mos ta zgatmi se njeriu çish duhet me koni lumtur o vllazni. Se kjo është që neve na intereson. Ne kena qenë që shtëpiat e muslimanëve të lulzojnë. Shtëpiat e muslimanëve të jenë me rahati, shtëpiat e muslimanëve të kenë kënaqësi, shtëpiat e muslimanëve kur ti shoh besimtar dhe besimtar duke dalë prej shtëpiave tyre, dalën duke pusqesh, jo të mrollit dhe të idhnum. Kur dalën na për mexhlise dhe dupime dhe darsave dhe suneti, jo me fol njëri tjetri keq. Reja fol për vjerën keq, vjera fol për rejën keq, kunati fol për kunatën ai keq. Pse kjo për gjunave dhe? Ne duhet me nushtru Allahu xhaleshanuhu xhelalu që kur dalën na për mexhlise ta kujtojmë Allahun dhul xhelal, jo të bëjmë gibet njerëzit. Kur njeri nuk është I lumtur, pastaj dele folën dhe bën gibet. Kur ti je I lumtur, vallahi s'ka gjë që të foli për dikant tjetër. Lutem Allahun xhaleshanuhu xhelal që Allah të na japë në rahati në shtëpiat tona. Lutem Allahun xhaleshanuhu xhelal që Allah të na japë në lumturi në shtëpiat tona. Lutem Allahun xhaleshanuhu xhelal që të rahatoj musliman. Lutem Allahun xhaleshanuhu që të ndihmon muslimanët kudo që janë. Ku kena shalloh është për Allahut, ku kam gabu është për me dhe për shejtanit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah është problem për sabrin që bani. ولا